Përshëndetje të gjithë dhe mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Vetëm vend që mund të bëj un video dhe hapi e mbyllje të gjitha është makina ose në darkë që flen fëmijët, sepse është e shtunë sot edhe janë në shtëpi dhe imagjinoni se çfarë kaosi është brenda. Ose do dëgjoni të bajamen se tani është fiksuar jasona, ka filluar atë fazën që kërcen. Edhe i pëlqen shumë bajamja, kështu që ne gjatë gjithë kohës vendosim bajamen ose atë papaute, se që janë të huaja që i pëlqen Aila. Aila është tek të huajat, Jasona është tek populloret. Edhe kështu. Unë tani po dal, sa erdhi burri. Burri kishte qenë në Lindja, kishte qenë gjithë natën atje me disa shokë të tij, edhe tani që është ora 12 ka ardhur, edhe tani erdhi babi të baj familjet, iku mami. Në fakt, ne sot kemi një datëlindje të një shoqes Ailës së klasës, edhe më duhet me patjetër që të shkoj që të gjej një veshje për Ailës, sepse kontrolluam dhe nuk i pëlqente as edhe një gjë. Nuk është se s'kemi, kemi disa opsione, por janë pantallona të gjera dhe Aila nuk i pëlqen, është fiksuar vetëm me streçe dhe është një problem shumë i madh. Aila nuk i do gjëra, kështu që më duhet me patjetër të shkoj në dyqan që të shikojnë diçka, të marrë dhe një post, edhe tjetër nuk e di. Këto janë gjërat kryesore që do bëj, pastaj do vi të bëj një dush vet, edhe pak nga pak diku nga ora 5 do nisemi, 5:30 do nisemi, në 6 ka datëlindjen ajo, sa të gjejmë dhe vendin edhe kështu që Okej, përsëri po ju hap tek njëjti vend, sa erdha. E kam e pak nxitim sepse u vonova, por vajt edhe në supermarket, në 2 supermarket. Tek njëri edhe mund të mos vija, s'ka gjë, vajta për qumësh për vete për kafe, por nuk mora vetëm qumësh për fëmijët. Okej. Panolino për Jasonan. Kështu, që janë këto? Chips për sonte sepse ka Big Brother dhe nuk e dija që kjo firma ka dhe me qep dhe me salc, kështu. Nuk e dija, edhe i gjeta dhe më pëlqejnë këto. Vetëm kjo firmë e chipsave më pëlqen. Mora këto sepse nëse do bëjmë një udhtim të shkurtër për fëmijën. Mora dhe këto, i kenë të kalojnë rrugën. Edhe qumshin e zakonshme. Ananas, vetëm të ky supermarketi këtu, është i mirë ananasi, është fantastik dhe fëmijët e hanë shumë. Kështu që po doni një ananas të mirë, edhe nuk është shumë i shtrenjtë në çmim. Kukla? Hajde shikoj çfarë ka bler mami. Ka bler mami. Vleva Ailës këto kapset. Shikoj? Do i vendosësh sot me këtë bluzën. Wow. Shikon, me lule. Edhe me këtë fundin. Kjaftë të ala. Edhe këtë fundi që uroj mos të jetë shumë i gjeri. Tuta. Tuta ti ke për nesër që do dalim. Edhe tuta të thjeshta për nesër, për në shkollë. Hek se erdi mami, tani do marrë gjërat mami dhe... Ki kapse. Meri se do i vendosim sot që të jesh e bukur. Tire sale. Mora ananas, panolino. Në datëlindje kaluam mirë, o gjë lezetshëm atje, shumë njerëz, por mirë në përgjithësi, fëmijët të dy u kënaqën, kjo është e rëndësishme. Tani ne kemi marrë kafe, edhe gati për rrugë. Unë jam që në 6, kam gatuar, kam bërë pancakes, kam bërë vezë, bukë me vezë, të gjitha që ti kemi. Sepse këtej s'ka nga të marrim mëngjesi, jo që fëmijët nuk më hanë. Nuk më hanë as byrek, as dhe një gjë që kështu. Po nuk ha byrekun të gjithë si byrek mama, vetëm koren ha. Nuk të ngopa jo, kështu që kemi bërë pancakes. Edhe, po, jemi veshur thjesht për në natyrë, për në një kish, ju thash, do vemi në një kish. Edhe, po, kështu, thjesht kalojmë pak, të heqim pak mendjen nga përditshmëria, prandaj po ikim. Shkojmë se do ja kalojmë tani.
O, sa u lodhëm. Familjet grindur bërë, por më në fund erdhëm. Është lezetshëm, në një vend ku shedi se çfarë, dhe lezetshëm. Të shkojmë tani. Do rrim pak këtu se është dia, edhe është pak freskët. Do rrim pak këtu edhe të shikojmë se çfarë do bëjmë pastaj. Të pëlqen këtu, Ajla? Fotografia mama. Tani ne do marrim karrocën që të ullim jasonën, do bëjmë një xhiro dhe pastaj do vemi të ham te kjo tavernua që është këtu. Po fillimisht të rregulloj çik buskuqin, se më ka ikur. Këtu nuk është se ka ndonjë gjë interesante, ka vetëm atë kishën që se s'u shpjegova. Kanë një kishë që është bërë kisha dhe pastaj ka birë pema, edhe janë kështu lidhur bashkë. Edhe kjo është diçka atraktive. Por nuk është se ka ndonjë gjë wow interesante, vetëm kjo ka këtë lumin, është freskët, është mirë, natyrë, për me fëmijët mirë është. Mirë mëngjesi nga një ditë tjetër. Kam disa ditë që nuk kam filmuar dhe se si po më duket. Duhet të mësohem. Nuk kam filmuar sepse këtu ka qenë pavarësia, edhe kam patur dhe Ajlën në shtëpi, gati 2 ditë, edhe me fëmijë është kaos, shtëpia dhe shi, nuk kemi vënë ndonjë gjë interesante, prandaj nuk kam filmuar fare. Edhe një ditë më para që ishte dhe Ajla në Kopësht, ishte një ditë para se të shkonim shumë udhëtim, e nuk filmova se isha goxha e lodhur dhe kisha dhe punë shtëpie. Kështu që filmoj sot. U bëra mbar sot e thash hajde të filmoj, se çfarë do bëjmë, çfarë s'do bëjmë nuk e di. Gjëra normale, por të shohim. Ika tani, do marr kafe dhe do iki në shtëpi që të vendos jasona në gjumë dhe pastaj të filloj të merrem me punët. Sot nuk kam filmuar fare, por vetëm kam vrapuar. Kam vajtur erdha në shtëpi, rregullova sallonin, u përpoqja të ushqeja pak jasonën, edhe pse ai nuk ka shumë nga që e ka zënë pak viroza. Edhe pastaj ika me vrap në pazar. Djalin e mbajti burri. Tani, erdha, vendosa jasona në gjumë, ndenja pak aty me burrin, edhe pim kafe. Edhe tani do iki të marr Ajlën, të hedh plerat, të blej dhe 2-3 gjëra që më duhen në supermarket. Kështu. Harrova të ndërroja dhe bluzën që ma ka bërë jasona pis. Po s'ka problem. Hajde. Kështu. Gjithë dita duke vrapuar. Teva në shtëpi, shkova marr Ajlën në Kopësht, si që thash, edhe mora dhe në supermarket kos, qumësht edhe tërshër. Nuk po ua tregoj sepse po kam treguar gjithmonë çdo vlog këto gjëra marrim, ne? Dhe po, por do t'ju tregoj disa gjëra të tjera. Fillimisht në pazar gjeta një palë tuta që vinë të gjëra këtu. Nuk më pëlqen shumë ngjyra, por edhe të paktën edhe në për shtëpi. Edhe ja si janë. Kështu sifon kanë dalë shumë në mod, edhe janë goxha të ashutura. Kanë edhe këtë këtu që ndoshta edhe nuk jam përdorur fare. Dhe këto ishin 3 euro, nuk kanë asnjë defekt. Thjesht kjo ngjyra është pak kështu që nuk e di. Do e vesh apo jo, isha me pikpyetje, thjesht i mora, mos të më ngeleshin merak. Tjetër, tek një zotëri që shet me 1 euro, mora këto thikat, janë shumë të mira. Edhe mora një për vete dhe një për mamin. Do vi mami për sa, nuk e di për do një javë, 2 javë, nuk e ka vendosur akoma, por besoj se në fundi muajit vjen. Dhe mora dhe një kështu. E kam një pak më të vogël, por gjithmonë na duhet një tjetër, sepse gjithmonë kur na vet pisa jo, apo kur e duam njëri, gatuajmë të dy bashkë aty dhe e mora këtë.
Këto ishin, pastaj mora lule shtrydhe, i mora dhe mbesës time një dhuratë për Pashkët, i mora këto balerinat, kështu që, po, ti vesh tani në pranver, nuk e ti po në ver, po në pranver tani më vishen me çdo gjë këto. Ajo si kisha, i kam bler në shenja 3-4 palë, kështu që ajo ka. I mora dhe mbesës time dhe këto, unazat të kutia, mos i shikoj Ajla, sepse pa që një dit i kisha bler Ajlës edhe tha dua dhe unë e kështu edhe ja mora që ti bet që e pisesh fëmijë. Kështu. Këto janë gjërat që bleva në pazar. Pastaj lule shtrydhe, presha, qep dhe banane. Këto kishim nevojë, të tjerat i kishim. Diçka tjetër që kam bler që më ka ardhur dje me post, është kjo çanta nga Longchamp. Të them vërtetën, kisha nevojë për një çantë të madhe që të më nxente të gjitha gjërat. Jo të marr një 700 çanta me vete, edhe me 2 fëmijë, një në krah dhe një përdore, snuk. Kështu që doja një çantë praktike që të më nxente shumicën e gjërave. Të paktën të më nxej panolinot e djalit, të më nxej letrat e lagura, ndonjë robë edhe gjërat e mia, çfarë marr unë. Kështu që e mora këtë, kam marrë ngjyrën e zezë sepse përshtatet me të gjitha, edhe deri tani më pëlqen. Kështu kjo e thjeshtë. Besoj se për nënat ose për studente është shumë praktike. Këto janë dhe blerjet e mia kote fundit. Kam marrë dhe diçka tjetër. Gjeta në Vinted këtë si punë bluze, si punë fustani shumë i shkurtër për në plazh. Ora mos të marrë pak zi madh, por s'ka problem. Ja kështu. Kjo ishte shumë e lire, kam marrë për 1 euro, diçka tillë, 1 euro gjysmë. Edhe ishte ere me etiket, kështu që thash, ok, ta kem për në plazh. Ne jetojmë në ishull, kështu që ditët tona janë shumica janë vetëm në plazh, dhe tani për në verë unë më shumë mendoj për atje, për veshje për atje, për rroba plazhi, për bikini, për gjërat të tilla. Edhe ajo goca, nuk e di çfarë ishte, më kishte përdorur dhe këtë për zylykun, këtu interesante kjo. Edhe këto dhe kjo sot më erdhi. Këto janë. Tani unë e sistemova atje me ato gjërat për Pashkët që parë, por sa kisha ikur unë edhe sa u ktheva, që vajta në pazar, Jasona i kishte kthyer për mbys. Edhe tani më duhet që ta rregulloj edhe një herë tjetër, po s'ka problem, ato ashtu do prishen, do rregullohen 100 herë. Tani unë do merrem pak këtu me rregullime, do dalë dhe pak të shikoj fëmijën se po bëjnë xhiron në atë makinën, edhe po pa bën burri xhiron. Kështu që do bëjmë dhe drekën, akoma nuk e dim çfarë do ham, po gjëra të thjeshta do ham, jo shumë të rënda. Fëmijëve ndoshta u bëjnë do dojnë çik supë, se është Jasona u thash me virozë, edhe vetëm ose supë makaron, me ato makaronat e vogla kritaraqet ha. Edhe kështu që ato do të gatuaj. Kanë kaluar disa kohë nga vlogu, por unë kam bërë një gabim, kam fshirë, më duket videot e mbylljes, apo nuk e di po kam bërë mbyllje apo jo. Edhe po, meqense tani bëra disa blerjet e fundit për Pashkët, blerje për të shtruar tavolinën e Pashkëve dhe për dhurata, sepse kam 2 dhurata për të bërë. Njërën e kam gati, ndërsa tjetra ka dhe po vjen porosia, kështu që jam marrë me këto kohë. Dhe po ju tregoj shpejt, se kam shumë pak minuta që të shkoj të marr Ajlën, dhe po u tregoj çfarë kam marrë.
Oh, sa për të çanta. Për tavolinën që do të shtroj për Pashkët, kam marrë këta lepujt. Shikoni, që vendoset këtu luga dhe piruni edhe peceta. Pecetat lugë piruni kam, ndërsa këto nuk i kisha edhe më pëlqyen, edhe mora këto ngjyra që jetë pak më ngjyrë. S'kishte ngjyra të tjera në fakte, por dhe kjo më pëlqeu si ngjyrë. Tjetër kam marrë dhe një mbules. Te ky dyqani Viko ka mbulesa tavoline shumë të mirë, edhe vjen lino, tani 100% nuk besoj të jetë, por ka përbërës linoje, sepse duket që është pak e ashpër, edhe ka të fije të dala dhe që i bie që ka përbërje linoje. Kjo ishte 7,90 €, ndërsa këto ishin një copë 80 cent më duket se ishin, po, 0,80 cent. Shkova dhe tek dyqani me 1 euro dhe mora këta lepujt për të tavolina, ishin me 1 euro se cili. Tjetër, mora këtë baltën, të shikojmë, kam parë shumë video dhe më futur kështu në qejf. Të shikojmë po bëra ndonjë gjë dot. Të shoh. Mora këtë lugën e drurit. Mora edhe këtë rimelin kot, të shikoj se si është, edhe këtë lapsin e buzëve. Dhe e fundit për dhurat, mora dhe këtë filzamonik, më duket se quhen këto. E kemi për Jasona dhe është shumë e bukur, edhe Jasona i ka shumë qejf. Pavarësisht se nuk i fryn dot, por i pëlqen kur lohen ajla me to ose unë. Tani do t'i fut përsëri në çantë. Dhe po, tani unë do ta mbyll këtu këtë vlog, uroj që t'ju ketë pëlqyer, mos harroni që të bëni subscribe dhe ne do të shihemi në video tjetër. Mirupafshim.